Tri befasit më interesante në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Fillimisht urime viti i ri, këtë ju që ende s'ma keni bë follow, nis në vitin e ri duke ma bë follow. Befasia e parë për mua është Eman Ramani, i cili arriti mu bë deputet në PDK. Donë se kishte një kalim të bazakonshëm nga lista vetëvendosjes në atë të PDK-s, Ramani është votu goxha shumë. Aktualisht i ka mbi 21.000 vota. Kjo tregon që Ramani e ka kriju një elektorat të vetin, i cili e ndjek pas pavarësisht se në cilën parti shkon. Befasia e dytë për mua është familja Geci nga Llausha e Drenicës. Ata garuan në dy lista, atë vetëvendosjes dhe të LDK-s. Fatu se djali Halil është duke u bë deputet i vetëvendosjes pasi ka arrit mi marrë mbi 18.000 vota, ndërsa Fadili vëllai Gani Gecit nuk arrit të bëhet deputet nga radhët e LDK-s. Fadili mori 10.000 vota dhe renditet i 20 në listë. Ky zhvillim na tregon një gjë interesante. Elektorati rogovist e voton familjen Geci edhe në LDK edhe në vetëvendosje, ndonse besoj që Fadili e psoi me gjaz nga rënja e LDK-s në vota. Mbiemri Rugova, afërsia qoftë biologjike apo politike me ish-presidentin, është çelës i suksesit në LDK. E tregon edhe votimi masiv që u bë uk Rugovës. E njëjta gjë më nuk vlen gjerësisht për ish-komandantët e UÇK-s që janë pjesë e PDK-s. Dhe kjo është befasia numër 3 e këtyre zgjedhjeve. Nëse je ish-komandant i UÇK-s, më nuk e ke të garantuar zgjedhjen në listën e PDK-s. Shumë ish-komandantë të UÇK-s kanë mbetur jashtë kuvendit. Fadel Demoku, Gjevahir Geci, Hisen Berisha të tjerë nuk janë zgjedhur deputet të PDK-s. Ndërsa Xhavit Haliti është në luftë me Jakub Nurën për një ulse të deputetit. Kjo tregon që elektorati i PDK-s kërkon ripërtritje të gjeneratave. Ka një pakënaqësi me përfaqësimin nga garda e vjetër pasi kësaj radhe të rinjt si Përparim Gruda, Arjan Tahiri, Besa Kabashi, Arben Mustafa janë votuar shumë më shumë se ish-komandantët e UÇK-s.